Viti 2026 pritet të jetë një vit i rëndësishëm për Shqipërinë, duke qenë se do të luajë play-offin e Kupës së Botës e më pas do të ketë botrori nëse kuqezinjt kualifikohen. Nëse jo, përqendrimin më të madh do ta ketë padyshim Liga e Kombeve, aty ku Shqipëria dështoi herën e fundit me Silvinjon. Kombëtarja do të marrë pjesë në Ligën C të edicionit 2026-2027 të UEFA Nations League, teksa është pozicionuar në vazun e parë për shortin e fazës së grupeve. Shorti zyrtar do të hidhet më 12 shkurt në Bruksel, ndërsa tashmë është bërë ditur ndarja vazove. Pozicionimi në vazun e parë vendos Shqipërinë mes përfaqësuesve me koeficientin më të lartë të kësaj lige, së bashku me ekipe si Islanda, Malizi dhe Kazakistani. Ndërkohë në vazut e tjera janë përfshirë përfaqësuese si Finlanda, Slovakia, Bullgaria, Armenia, Bielorusia, Qipro, Ishujt Faroe, Moldavia, Estonia dhe San Marino, si edhe fitues të ndeshjeve play-off mes ligës C dhe D. Në Ligën C, skuadrat janë të ndara në grupe ku secila përballet me rivalët e saj me sistem vajtje-ardhje. Sipas rregullores së UEFA, skuadrat që mbyllin grupin në vendin e parë sigurojnë ngjitjen në Ligën B, ndërsa vendet e dyta mund të përfshihen në fazën e play-offit në varësi të formulës përfundimtare të edicionit. Në këtë kuadër, Shqipëria hyn në short me synimin për të qenë konkurruese në grupin e saj dhe për të luftuar për pozicionet e sipërme të renditjes në përputhje me objektivat afatmesëm të federatës dhe stafit teknik. Liga e Kombeve mbetet një kompeticion me peshë të veçantë për kombëtarët europiane, jo vetëm për shkak të ngjitjes ose rënjes nga një ligë në tjetrën, por edhe për ndikimin që ka në renditjen e UEFA-s dhe në mekanizmat alternativ të kualifikimit për turnet madhor. Për Shqipërinë, edicioni 2026-2027 përfaqëson një tjetër mundësi për të konsoliduar pozicionin e saj në këtë kompeticion dhe për të ndërtuar vazhdimsi në nivel ndërkombëtar. Kuqezinjt kanë shansin e artë të mbyllin këtë ligë në vendet e para dhe për të synuar më pas kualifikimin në Europian edhe nëpërmjet Ligës së Kombeve, duke qenë një rrugë më e shkurtër për të shkuar në Europian. Në sezonin e shkuar të Ligës së Kombeve, Shqipëria dështoi duke u renditur e fundit në Ligën B, aty ku në fakt kishte një grup jo shumë të fortë, duke ditur emrat që mund të jenë. Kuqezinjt ishin në një grup me Çekinë, të cilën Shqipëria mundi në kualifikueset e Europianit, Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Paraqitjet e Shqipërisë ishin zhgënjyese, ku veç rezultateve negative që pësuan, ranë dhe në Ligën C, teksa Silvinjo nuk e preferoi këtë kompeticion për të provuar të rinj, duke i dhënë të gjithë hapësirën lojtarëve që kishin luajtur më parë në kualifikueset e Europianit dhe në Europian, pa mundur të fitojmë lojtarë të rinj për kualifikueset e fundit për Kupën e Botës.